Përshëndetje. A ndjeni sikur miku juaj më i mirë ka filluar të jetë xheloz për ju? A ju kritikojnë vazhdimisht dhe gjithmonë përpiqen të ndikojnë në vendimet tuaja? A janë gjithmonë rreth e rrotull kur kanë nevojë për një favor nga ju? Por menjëherë zhduken kur keni nevojë për mbështetje. Atëherë ka të ngjarë të keni një mik toksik dhe abuziv. Po le të shqyrtojmë shenjat e një miku abuziv dhe si të merreni me një mik të tillë. Një miqësi është një nga format më autentike dhe më të pastra të marrëdhënieve që mund të përjetojmë pasi nuk është detyruar nga gjaku ose ndonjë detyrim tjetër. Miqësitë lindin nga respekti, mbështetja, shoqërimi dhe lumturia e ndërsjellët. Miqtë tanë na mbështesin dhe kur jemi poshtë dhe na udhëzojnë kur largohemi dhe ndodhemi shumë larg tyre. Sidoqoftë, disa individ përdorin maskën e miqësisë thjesht për të shfrytëzuar, dominuar dhe abuzuar me ty. Ata pretendojnë se janë miqtë tanë, por sa kohë që ne jemi në përdorim për ta dhe shpesh ata shfaqin sjellje abuzive që mund të na plagosë dhe të na lërë plagë të thella emocionale. Sot do të shqyrtojmë realitetet e fshehura të miqësive abuzive emocionale dhe të identifikojmë shenjat paralajmëruese të një miku abuziv. Po, çfarë është një mik abuziv? Një mik abuziv referohet dikujt që ju manipulon, ju trajton pa respekt dhe ju bën të vuani emocionalisht. Ata mund të jenë të dëmshëm dhe ju shkaktojnë shqetësime, qoftë mendërisht, emocionalisht, madje edhe fizikisht. Miqësitë abuzive, ndryshe nga ato të shëndetshme ku të dy palët ndërtojnë dhe respektojnë njëra tjetrën, përfshin pabarazinë e fuqisë, pra të pushtetit, manipulimin emocional dhe toksicitetin. Miqësitë abuzive emocionale shpesh përfshin abuzim emocional, kontroll, manipulim. Kjo është arsyeja pse është thelbësore për ne të identifikojmë shenjat e një miku abuziv dhe të mësojmë se si të merrem me këtë mik abuziv. Shenjat e një miku abuziv, miqësitë abuzive emocionale kanë një mënyrë për të zvarritur në jetën e dikujt duke e gryer vetvlerësimin dhe miqësinë e tyre. Këto të ashtu quajtura miqësi lulëzojnë nën kontroll, mbizotërim dhe shfrytëzim. Këtu unë do të përshkruaj ato shenja dhe flamujt e kuq, që janë shenjat më të zakonshme të një miku abuziv, të cilin duhet të jemi të vetëdijshëm, ta kuptojmë dhe të largohemi në kohën e duhur. E para është kritika dhe dobësi të vazhdueshme. Një mik abuziv toksik do të kritikojë vazhdimisht dhe do t'ju poshtrojë dhe do t'ju dobësojë dhe kur nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë. Ata e bëjnë këtë thjesht për të bërë veten e tyre të ndihen superior dhe t'ju bëjnë ju të ndjeni inferior. Ata mund të tallin arritjet, pamjet ose zgjedhjet personale duke ju bërë të ndjeni të pavlefshëm dhe të thyen vetvlerësimin tuaj me vërejtjet e tyre poshtruese. E dyta është sjellja manipuluese. Miqtë abuzues shpesh manipulojnë situatat si dhe njerëzit për t'i shërbyer interesave të tyre. Ata mund të përdorin ndjenjen e fajt për t'ju bërë të bëni gjëra me të cilat nuk jeni rehat, ose të shfrytëzojnë mirësinë tuaj për përfitime personale. Ata, ose dhe ato, mund të jenë dhe ato, përdorin shantazh emocional për t'ju kontrolluar dhe mbizotëruar, duke ju bërë të ndjeni të bllokuar dhe të detyruar. Kjo është një nga karakteristikat themelore të miqësive abuzive emocionale. E treta është mungesa e empatisë. Empatia është thelbësore për marrëdhëniet e shëndetshme midis dy miqve, pasi u mundson atyre të kuptojnë më mirë emocionet e njëri tjetrit në mënyrë që ata mund të afrojnë mbështetje. Sidoqoftë miqësitë abuzive emocionale u mungojnë empatia pasi miq toksik nuk tregojnë ndonjë shqetësim të vërtet për mirëqenien tuaj. E katërta është xhelozia dhe zilia. Miqtë abuziv mund të pësojnë xhelozi dhe zili të fortë kur bëhet fjalë për arritje, marrëdhëniet ose rritjet personale në karrierën tuaj. Kjo mund të përfshijë minimin e arritjeve tuaja ose sabotimin e suksesit tuaj, vetëm për t'u ndier superior. Xhelozia jo e shëndetshme nga ana e saj mund të jetë një pengesë për rritjen personale dhe lumturisë. Kjo është një nga shenjat më të zakonshme të një miku abuziv.
E pesta është izolimi dhe kontrolli. Miqtë abuziv shpesh kërkojnë mënyra për t'ju përmbajtur larg marrëdhënieve të tjera të ngushta dhe sistemeve mbështetëse. Ata ju dekurajojnë të kaloni kohë me miqtë e tjerë ose familjen duke krijuar varësi prej tyre. Duke ju kontrolluar se me këndër veproni më shoqërisht, ata fitojnë autoritet gjatë jetës suaj. E gjashta, gaslighting, kështu quhet. Është një taktik e manipulimit të përdorur nga miqtë abuziv që shtrembëron realitetin, duke ju bërë të dyshoni për perceptimet tuaja. Ata mund të mohojnë ose kthejnë ngjarjet, të vinin në dyshim kujtesën tuaj dhe madje t'ju fajsojnë për abuzimin e tyre. Kjo minon besimin tuaj, duke ju bërë të vinin në dyshim gjykimin dhe madje madhësinë tuaj. E shtata, drama e vazhdueshme e negativitetit. Ata janë mbretëresha e drama. Ata janë mbreti i dramave që shkaktojnë gjithmonë kaos dhe konflikt në jetën tuaj. Ata janë mbretër të dramave që shkaktojnë gjithmonë kaos dhe konflikt në jetën tuaj, duke u ankuar gjithmonë për diçka, duke kritikuar të tjerët që merren me konflikte në mënyrë të panevojshme. Energjia e tyre vazhdueshme negative kullon energjinë tuaj, duke e bërë të vështirë që ju të mbani një qëndrim pozitiv. E teta, dashuria dhe mbështetja e kushtëzuar. Për dallim nga miqësitë e shëndetshme dhe të vërteta, të cilat bazohen në dashuri, respekt, mbështetje të pakushtëzuar, një mik abuziv ofron dashuri dhe mbështetje vetëm kur është e dobishme për ta ose kur plotësojnë kushtet të caktuara. Një person i tillë nuk do të mbajë dashuri ose mbështetje nëse nuk përmbushen pritshmëritë e tij. Kjo është një strategji e manipulimit emocional që synon të prish besimin tuaj dhe t'ju bëjë të ndjeni të pasigurt. E nënta është manipulimi emocional. Miqtë manipulues kanë një talent për të luajtur me emocionet tuaja në mënyrë që t'ju kontrollojnë. Për t'ju bërë më të pajtueshëm, ata mund të përdorin taktika si fajin e fajt, shantazhin emocional ose lojrat e mendjes. Ata mund të duan që ju të konsideroni veten përgjegjës për lumturinë e tyre ose të përdorni shpërthime të zemëruara për t'ju bërë më të nështruar. Kjo mund t'ju bëjë të ndjeni të pasigurt, të shqetësuar, të pavarur, të hutuar dhe t'ju bëjnë të ndjeni të bllokuar. 10. Mungesa e kufive. Miqësitë e vërteta kërkojnë që dikush të ketë kufi të shëndetshëm. Megjithatë, një mik abuziv zakonisht nuk merr parasysh ato kufi dhe nuk respekton kufijtë tuaj. Ata mund të pushtojnë hapësirën tuaj personale, të mos respektojnë privatësinë tuaj ose t'ju vënë në presion për të ndarë fakte personale me ta, të cilat janë dhe të pakëndshme. Kjo shkelje e kufive mund të çojë në ndjenja të pasigurisë dhe humbje të autonomisë suaj. E 11. Sjellja tepër kontrolluese. Miqtë abuziv kanë tendencë të kontrollojnë. Ata do të përpiqen të kontrollojnë veprimet, vendimet dhe zgjedhjet tuaja në çdo kohë. Për shembull, ata mund të jenë shumë të zëshëm dhe të kenë preferenca të forta se si duhet të visheni, çfarë të hani ose me kë kaloni kohë. Nevoja e tyre e fortë për mbizotërim dhe kontroll mbi ju mund t'ju lërë të ndjeni të mbytur dhe të drenazhuar, të themi, duke ju bërë të ndjeni sikur po esni në lëvozhgat e vezëve gjatë gjithë kohës. Kjo është një nga shenjat më të vëzhguara të një miku abuziv. E 12. Agresioni verbal dhe fyerjet. Miqësitë abuzive emocionale karakterizohen nga agresiviteti verbal, ku individi toksik mund t'ju therras me emra ose mbi emra fyerës, ose sulmojnë në mënyrë të përsëritur duke përdorur fjalë veçanërisht kur zemëroheni ose irritoheni. Ata mund të përdorin gjuhë fyese për t'ju ulur dhe për të prishur vetbesimin tuaj. Abuzimi i vazhdueshëm verbal është një shkatërrues emocional dhe ndihmon në nxitjen e marrëdhënieve toksike jo të shëndetshme. 13. Shfrytëzimi financiar.
miqësitë abuzive emocionale. Gjithashtu mund të përfshihen abuzimin financiar për shfrytëzim. Një mik toksik mund t'i kërkojë vazhdimisht që ju t'i huazoni para atyre pa qëllim që t'ju shlyen ndonjëherë për ato që mund të kenë dhe mund t'ju lajnë trurin që t'i mbështesni vazhdimisht ata financiarisht. Sa më shumë të zgjidhni të jeni bujar dhe mbështetës, aq më shumë ata do të përfitojnë nga ju, duke u përdorur dhe për të fituar kontroll mbi të mirat dhe financat tuaja. Kjo mund t'ju lërë të drenazhuar financiarisht, duke ju lënë të përpiqeni të përmbushni nevojat e tyre financiare. 14. Izolimi nga sistemet mbrojtëse. Miqt abuziv shpesh ju izolojnë nga familja juaj, miqt dhe marrëdhëniet e tjera të shëndetshme. Ata mund t'ju dekurajojnë, të varreni nga të tjerët, të hedhin dyshime në mendjen tuaj për qëllimet e tyre dhe të krijojnë konflikte që mund të dëmtojnë këto marrëdhënie. Ata do të vazhdojnë t'ju izolojnë në mënyrë që ata të kontrollojnë jetën tuaj duke bërë atë të vështirë për të hyrë në ndihmë ose këshilla nga njerëzit që me të vërtet kujdesen për ju. Për më tepër, kjo do t'ju bëjë më të varur nga miku juaj toksik. 15. Friksimi fizik ose dhuna. Është e nevojshme të përmend se megjithse abuzimi emocional është forma më e zakonshme e dhunës në miqësi, duhet të përmendim dhe friksimin fizik ose dhunën, pasi është gjithashtu një mundësi. Në raste ekstreme, një mik abuziv mund të drejtohet me agresion fizik ose me dhunë kur përpiqet të kontrollojë dhe të manipulojë ju si person. Abuzimi fizik ose dëmtimi nuk duhet të tolerohet kurrë, pa marrë parasysh rrethanat. Siguroni që të kërkoni ndihmë dhe mbështetje të menjëhershme nëse keni ndonjëherë abuzim fizik ose ndjeni të kërcënuar fizikisht nga ai. Gjëja më e rëndësishme është që asnjë miqësi nuk duhet t'u bëjë të ndjeni të pasigurt, të manipuluar, të kontrolluar ose të lodhur emocionalisht. Në rast se shihni ndonjë nga këto shenjat e miqësisë tuaj, mund të jetë koha për të vlerësuar statusin shëndetësor të marrëdhënies dhe të kërkoni ndihmë. Mos harroni se siguria juaj dhe mirëqenia emocionale duhet të jetë gjithmonë e para mbi çdo gjë tjetër. Miq, kjo ishte ajo që unë doja të thosha. Nëse u pëlqeu mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja që unë e therr pas here. Dhe në videon tjetër. Mirë takofshi.